Fëmija duhet i ketë gjitha variantet, nuk mund të mësosh një fëmijë me rregulla ushtrie. Po këtu kemi po të vështreja të ekuilibrit. Po edhe anarkist mund ta lësh tani me rregulla ushtrie ose me Po po them kombinimin më Një fëmijë për këdhelu nuk mëson asgjë. Po të them kombinimin të dyjave. Qofse ti si prind i flet dhe pastaj gjyshi i thotë jo Lore ta bëj ashtu, ç'a modeli mëson ai? Ai mëson modelin gabim. Zero. Jo. Mëson modelin gabim. Dhe pastaj plasin sherret nuse vjerr. Sepse nusja do që fëmia ta edukoj sipas mënyrës vet dhe vjera i thotë jo, bën dhe tjetrën vjera siç bëri ajo vjera tjetër, që i bëri dhe filmim fëmijëve. Ta mund të filmosh fëmijët e gjakut tënd? Tani këtu kemi kaluar në një rast ekstrem. Këto janë në raste ekstreme. Ne po flasim për Po jo, po ka ndodhur ky rast i ekstrem. U mor nëna para ca kohësh. E di këtë se ndoqa si rast, por kjo është ekstreme. Kur doli lajmi, edhe shkruajta në një portal, mbaj mend si sot, që një fëmijë ta marrë mos ta marrë, ka mundësi ta rrisë. Do me thënë edhe nuk e kam problem, se unë kam marrë dhe një lypë se e kam rritur, sot e kam vajzë, do me thënë atë baraz me djemët, e dua, është pizzeria me mirë në Romë sot. Edhe një fëmijë tjetër e merja, e rrisja nga ata fëmijë, 3 fëmijë, dhe mos të përfundoj një jetimore, dhe thashtë, dali dhe 2 të tjerë, ti marrin ata fëmijët në qoftë se s'ka gjyshe. Se i binte në këtë moment që nuk ka gjyshe, se gjyshja edhe mund ta filmojnë, në qoftë se donte ti merrte ata fëmijë. Po jo, gjyshja para se ta filmoj, ti shërbej njerë. Po mos ta i në rrjetet sociale. Atë filmin ta çonte në dikasteret për kace, në polici, ose ajo ishte gjyshe që do fëmijët edhe po përdor. Nuk duk situatë e sajuar ty ajo? Ma më duke sajuar. Sajuar, se në atë gjendje ekonomike që mund tjetë ajo vajza që ka ato 3 fëmijë, nuk ka i shumë roba, se s'ka lek t'i blej, do me thënë. Nuk ka i shumë tesha se ka qenë Itali, ka ardhur këtu, nuk i ngre do ta që roba me vete. Ajo duke që ishte histori e sajuar dhe fëmijët... Po nuk është vetëm rasti kësaj gjysh, po kemi plot raste tjera kur idhen fëmijët në rrjetet sociale. Juve nuk mund ta imagjinoni sa marrëdhënie shëmtuar është, po hyri për keq, do me thënë, është lufta më e madhe që mund të ekzistojë në botë, themon. Kështu që unë s'jam dakord me rastin asaj gjyshes, se ajo nuk diskreditoj nusen, diskreditoj fëmijët. Ata fëmijët, kur të rriten, nuk kanë për t'ja falur kur. Aspekti, i ka prekur në aspektin dinjitar, aq fort, sa aty në do të ngjerët vrak gjithë jetën. Nëna kam thënë të parët çfarë do lloj. Nuk hidhet poshtë asnjëherë. Nëna nuk hidhet poshtë asnjëherë. Albano, po institucionet çfarë bëjnë në këto raste më? Padyshim që fëmia ka nevojë për nënë. Fëmia nuk mund të rritet pa nënë. E mira po e keqe, hajde ta gjykojmë në një aspekt tjetër, të ndërhyjnë institucionet, të edukohet, të